ngarkuar në rrjetet sociale rrotull ti, le të themi, prapë i kthehemi një shprehje shqiptare që mjafton të dinë emrin njerëzit dhe ta bëjnë biografinë vetë, emrin duhet t'i thuash. Edhe Prodën faktikisht e ngarkuan me shumë lidhje me krimin, emrimi i krimit dhe nuk pati shumë komente negative. Një gjë që mund të themi që më pëlqen kjo sjellje aty ka qenë mbajtja një profili të heshtur, kështu jo kontakte me mediat mos reagues, pra një profil që e mbajnë dy kategori njerëz, ata që janë shumë të zgjuar, domethënë janë dhe nuk duan që të krijojnë përplasje, ose pastaj ata që nuk kanë nivelin e duhur për të përballur me njerëzit dhe krijojnë një ndek. Mendoj se i takon kategorisë parë. Në fakt, dhe për gjitha për ato që janë përfolur, nuk duhet bëj avokatin e Prodës, nuk e njoh fare, s'kam punuar asnjë ditë me të. Për gjitha ato që janë përfolur, jemi në kuadrin e fjalëve, pra nuk kanë një rast konkret, por mund të jetë dhe kjo teoria e rinovimit që i bëri gjithë qeverisë zoti Rama dhe me këtë rast ngarkoi dhe pas dëgjojmë në rrjetet sociale, nuk mbrojti, le të themi, firmën në Lezhë, domethënë nuk mbrojti qytetarët. Jo, më fundi se nuk mbrojti vilën e ish drejtorit. Po, nëse s'ka reaguar egri në Lezhë është për të dekoruar, jo për të hequr, domethënë, kështu që s'kemi pse e përfshijmë shtetin në konflikte që flet gjykata, për mendimin tim, domethënë, nëse ka qenë pak pasiv në Lezhë. Jo, e kam për të më fundi se kjo e shtunës large për vilën e ish drejtorit. Unë për fat lëviza, kishte një lëvizje familjare dhe jo që nuk është siguruar, po ishte tepruar. Dhe ishte zënë të gjithë korridoret që cilin në qendër dhe kishin dhënë një mbingarkesë unazës që nuk lëvizje dot. Kështu që nuk pash në një mas negative, pastaj duhet kemi parasysh që edhe çik kështu liberal duhet jemi ndaj protestave në kuptimin e mirë të fjalës, nuk kemi pse të jemi të dhunshëm. Unë për shembull atë Sander Kimikun që thanë këta goxha burr me personalitet me gjitha të shkollë, po që të mbahet mend vetëm për shpikjen e gazit të sjelljes nuk është shumë mirë. Unë jam për atë që policia do bëj detyrën deri aq sa duhet dhe duhet ta dinë gjithë njerëzit dhe qytetarët që policia ka një rol të vet informal, por nëse policia nuk është front përballë qytetarëve, nuk duhet pretendojë njeriu që policia të përballojë një luftë frontale. Në raporti pavarësisht nuk e di se sa ka pas pjesëmarrës, por raporti i policisë me njerëz, me qytetarë është gjithmonë shumë i drejtë. Policia ndërhyn bën një goditje të lokalizuar dhe pastaj të riqet nuk e përballon dot që të mbrojë çdo qytetar. Nëse vjen një vlerësim policisë në këto 5 protesta, si të vlerësojnë sjelljen e policisë? Se ka shumë që kanë vlerësuar, ka shumë që kanë kritikuar, se ka kaluar. Unë të pjesën e gazit të sjelljes je kundra. Jam totalisht kundra. Mund tash mos i kthehemi atyre se duhet. Jo, po flas për këto protesta, për këto janë marrë gur hershëm nga bulevardi, thyer xhamat e makinat blinduara dhe askush nuk ka, edhe nuk jam për gazit të sjelljes, me thënë deri të ketë ca masa të tjera, jo të dëmtojmë njerëzit. Edhe këto futjet kështu, domethënë në kuptimin e këtyre tip agjentës të infiltruar kështu për të kapur turmat. Ka qenë gjithmonë këto pjesa e argjentëve? Futeshin. Jo, patjetër edhe në kohën kur keni qenë ju. Po, i njohin njerëzit të shkot. Pra domethënë është praktikë që e ndjek policia. Nëse kthesh kontime. Për çfarë duhet Kastrol Islamin që tha të thym kafka për shembull. Ma shpjegoj për çfarë, pse duhet futen të infiltruar? Çfarë infiltrimi që nuk është infiltrim, ata e njohin se ke kontingjent kanali kanë marrë infiltrimi tjetër punë këto të shërbimeve sekrete. Po policët që janë brenda turmës. Ke pjesa legale, futen këto ndihmë satan laborantët e ekspertëve dhe ju vun një page CNN, domethënë. Keni parasysh tash anglezi nga shqiptari dallohet për herë. Që nga forma e kokës. Dhe filloi turma i sistemoj, domethënë. Kështu që nuk ka forma të tjera, sot lavdi zotit kanë ecur, ka ecë teknologjia, kamerat e gjitha, nuk janë për veprime të dhunshme, me thënë drejtën, por keni parasysh parlamentin grek, parlamentin evropian, çfarë si hodhën, e diku me fishekzjar. Pra e kanë fjalën gjehet një vije mesme. Domethënë të dy palët. Por edhe drejtori i policisë Tiranës po ashtu është larguar. Pra ka qenë një largim on block, do thonë. Atëherë i bie që Proda është pjesë e paketës, kanë ikur paketë. Nuk është lëvizje individuale, këto lloj motivime që janë. Po paketës se ikën 4-5 ministra. U sulmua shumë nga opozita, jo. Nuk besoj se kishte kërcyer vërtet. Po nga opozita ka sulmuar tërkohën. Po prandaj po them, nuk besoj se është kjo arsye. Jo, ka një teori të tillë nëse mundet, nuk ka shumë lidhje, por edhe ka lidhje. Kam një problem për shembull dhe duhet bëj një ankesë ligjore. Thotë dikush se
O Artan, po nuk merret njeri më se ke parasysh nuk lëvizin strukturat, janë korruptuar. I thash gjë, strukturat nuk lëvizin. Unë e bëja atë letrën aty, që ajo letrat ngelet. Dhe kur i vjen dikujt për shtat që duhet ta përdorë atë letër për interesat e veta, e godet thimin, e kupton, nuk e godet thjesht për të vendosur drejtësi. Dhe kjo punë, domethënë, lëvizja nuk është se është bërë nga opozita. Opozita ka folur të herë, por në momentin e dur, për shembull, le të themi Belinda Balluku, ngrish Bardhi për shembull që thoshte, e futa në burg, po Bardhi ka 2-3 vjet, nuk pa as bërë meritën, po vjen koha që lëvizin gjërat për arsye të tjera.